Kam ardhur në studion e Ziso Mushës, një artist fjerak i cili ka lindur në Ersek të zonës së Shqipërisë së Jugut dhe në vitin 1960 familja e tij ka ardhur dhe është vendosur në fshatin Portës të Fierit. Ziso njihet për duart e tij të arta për punimin e drurit. Çfarë faqe? Gjine komesh? Gjeni. Atëherë, të përshëndes, mirë se të gjetëm në këtë ditë të sotme. Jeni duar artë sepse e tregojnë vetë punimet që janë të ekspozuara në këtë mini ekspozit, po e quaj unë, këtu në vendin tuaj të punës. Ziso, do na tregosh pak si të lindi kjo dëshirë e gdhendjes së drurit? Dëshira e gdhendjes së drurit është shumë e hershme, duke filluar nga vizatimet që kur isha i vogël, ja pasionuar, edhe duke fatmirësisht kam pasur dhe njeri afër që merresh me vizatim, edhe isha i përkushtuar pas asaj, dhe filloi lozja me bardh, me drur, siç ishte ajo mosh, fillova me kurset e vizatimit dhe ragan. Më ka ndihmuar shumë, edhe në Breza e kemi pasur pak punën e drurit, Xhaxhai ishte një mjeshtër i drurit, edhe unë gjithmonë sa vinte na puna që bënte diçka e prisja me pa durim çfarë do bënte dhe ajo më ka bërë që të kem arritur këtu. Ziso Musha është një emër i njohur jo vetëm për shoqërinë e artistëve, por edhe në fusha të ndryshme të shoqërisë, si politikanët, biznesmenët, besimtarët e qytetarët e thjeshtë. Nga duart e tij kanë dalë shumë punime druri që kanë zbukuruar jo vetëm salla, restorante, vila, por edhe kisha të besimit ortodoks. Mbi 12 ikonostase të kishave ortodokse mbajnë firmën dhe vulën e tij në qytete të ndryshme si Korça, Pogradeci, Lushnja, Fieri e mëtej. Këto zbukurime janë gdhendje në sipërfaqe të mëdha, pa llogaritur këtu qindra punime të tjera të kryera në mbi 50 vite punë. Punimet tuaja nuk po flasim sepse tha për këto ikonostase, këto janë në zonën e Shqipërisë së Jugut, Pogradec, Korçë, edhe zonat deri në Lushnjë dhe Fier. Po punimet artistike, këto punime që keni bërë ju, në kë vend të Shqipërisë keni shkuar që kanë shkuar për punimet tuaja, pa llogaritur pastaj edhe jashtë shtetit në një porosit të veçantë? Shiko, kjo puna ime nuk është më tepër me reklam, se tani ka filluar edhe këto reklamat, edhe pas asaj vjen, po më tepër është me njohje. Njerëzit duke bërë një emër, duke më njohur, shok që janë artista, skulptorë, piktore, që më njohin, i orientojnë për të ardhur këtu dhe të huaj vinë këtu, të orientuar se duan punë të punuar me dorë, jo me makineri. Edhe kanë mbetur të kënaqur, ka pas në ata që ka ardhur edhe për herë të dytë dhe për herë të tretë që kanë gjetur punë. Na tregon disa vende këtu në Shqipëri që ka marrë punimet tuaja dhe jashtë shtetit. Po thuaj se flas nga Tirana, paktën këtej, shumë njerëz të orientuar, edhe kur vinë edhe na jashtë, në kohët e pushimeve në dimër, për Krishtlindje ose për kohët e gushtit, vinë, orientohen edhe vinë këtu, blen gjëra artistike si për objektet e kultit edhe çfarë kërkojnë. Për shembull, njerëzit kanë mall. Unë tani prodhova Apolloninë e Fierit, shumë fjerak kërkojnë Apollonin, edhe duke vendosur si në Amerikë, në Gjermani, kudo ku jeton, vendos figurën e Apollonisë edhe i duket sikur është akoma në Fier. Atëherë, jemi tek ambientet tuaja të punës, do na tregosh pak disa gjëra pikante që ke edhe këtu. Për shembull, fillojmë. Kjo është kraba.
me gjithë këto punimet e... Po të shikojmë pak të Pjesën poshtë. në këndvështrimin e kësaj, kjo mund të quhet një instalacion. Dhe kjo i përket komunitetit tim, dhe, po të shikoj, po, edhe këtu është menduar shumë për të bërë kjo, dhe po të vëshëre, është e zjau, i stilizuar, kemi të bëjmë me ornamentet që ka një shtëpi, duke filluar gruri, lesa, objektet e kultit. Me baktit që merret dora juaj, shtrimin për punimet e gurit për shtëpit dhe ato, sofra për gatimet, besimi fetar. Besimi fetar, rrugëtimi që pasqyron me anë të litarit. Këtu kemi krabën. Krabën e çobanit. Gjithçka është organizuar dhe kontrolluar. Gjë e goditur. Kemi Apollonin, kemi këtë... Demi, shenja e demit, për shembull që kërkohet, unë i prodhoj dhe e di se çfarë mund të kërkojmë. Këtu kemi një punë të djalit. Është djali. Djali ka mbaruar Akademinë e Arteve. Edhe kryesisht bëm ca punë. Edhe është në nivel të mirë, ka ikur si gjithë të tjerët edhe i pak në migracion, po unë them që të vi këtu, se këtu është puna. Po. Këtu është autoportreti juaj? Më në fund edhe unë duke bërë shumë portrete, thash të bëjnë vetën ti me një. Bëj vetën. Dhe bëra. Për të lënë kujtim. Këtu kemi dhe sëndugjet, sepetet, arkat e nusërisë që ka përdojnë në atë kohë. Dhe këtu i kërkoj shumë, edhe unë i kam ruajtur pak ato motivet e atyre, kam pasur fatin që kemi pasur në shtëpi, edhe i kam prodhuar dhe i kërkoj njerëzit. Edhe prodhohen ato. Edhe kjo korrinza për dhëmat e ju. Këtu kam ca punë të vogla quhen ato, artistike. Janë si arkiv, po thuaj se janë të ruajtur para viteve 90, të tëra këto portrete. Këtu mund të tregoj një portret punëtori, që mund ta filmosh, e viteve 85, është bërë ky portret, fatmirësisht ai ka mbetur në studion time. Gjë e bukur që dhe sot mund ta realizoj atë, se ishte koha që e bëni, tani ka ndryshuar kohërat. Këtu mund të flasim për këto punët, lufta e gjeleve ja politikanët që kemi neve si. Lufta e gjeleve? Politikanët shqiptarë? Po. Edhe këto kanë... Janë portrete. Punime artistike? Po, portrete. Kam bërë një seri, këtu tani më ndodhet një figurë, rrenjë shpemësh. Po. Edhe mendoj, pastaj e fus në proces. Po, mendimi, hidhet mendimi, krijohet. Rrenja ka komplet në poshtë, dhe në pjesë e trungut e gdhendur me fytyrën e... Aty ndërsa lartë ato flokët, dhe më thënë rrenjët që janë ato gjufkat të... Këtu kam një punë, tani kohët e fundit është bërë tre breze. Familja. Po. Jam marrë shumë edhe me ikonografinë. Po të shikosh të shenjtorët. Mi kërkoj shumë. I kërkojnë këta të besimit apo në përkisha? Jo, të besimit. Bëjmë porosin edhe... Ky është Jezu Krishti. Po. Shën Maria. Shën Kozmaj që ndodhet në fjetë të Kolkonasi. E kërkojnë njerëzit. Edhe unë, pa drepio që e kërkojnë këta të Komitetit Katolik, e shenjtori, edhe me radhë, ose jo futur edhe të këto punët e artit. Sepse i duan edhe këto? Po. Për arrendimin e vilave lokale? Po, sigurisht. Punoj edhe me kërkesa, kur më orientojnë. Edhe i pyes se çfarë do, arri pastaj punoj ato. Edhe kur kam kohën e lirë, si thash dhe më përpara, bëj atë që më do shpirti, që më do zemra. Mund të na tregosh disa nga punimet këtu? Po, këtu, kjo është marrënjë.
është menduar shumë, ky është një portret labi. Edhe gjithçka është nga natyra, unë kam bërë fragmentet që më duheshin. Vetëm pjesa e qylatit edhe fytyra. Fytyra, kaq. Kaq, po është menduar se po ta bëj më tepër u mbet ato vlerat. Dhe kjo është një punë e kohëve. Këtu kam portretin e nënës, është bërë me 85. Ajo i ruaj, kam një punë tjetër, aty, pastaj këto janë ato kërkesa, si pas kërkesa, këtu kemi një punë të mirëfirë të mirë, brezat është kjo, këtu kemi nga rrenjët, këto kryesisht, i themi dalgët ose talaz, këtu kemi nga rrenjët kryesisht edhe kjo, nga trunjët e pemëve. Po, pemëve, dhe është punuar kaq sa duhet. Edhe, dhe këtë mund të shikosh, është rrenjë, simbolisht Shqiponjë, se ka bërë natyra. Unë pak sa e kam gasmuar. Sigurisht edhe këtë punë, jam futur pastaj tek këto kapshët pejsazhet. Po, sigurisht. Tek improvizimin tonë. Jam futur pak te muzika. Ja, këte kemi dhe këto portretet e tjera të vogla aty. Ja, mund të shikojmë këto. Këto 3 të parat i përkasin para 90-s, këto portretet. Këto e bërë kohët e fundit. Këto portretet atje. Kemi një portret lartë të Kali, një ashtu punë të djalit. Kali, këtu, se janë dhe pak rëmuj këtu, nga që vendi është i vogël, punët janë si të fshehura. Kjo është zotërimorja, rrenjë. Është rrenjë peme, po? Është punuar. Po. Vendosur në vende jo të mira të ekspozuara punët, i vendosin dhe të shkallët që punojnë. Këtu, kjo është rrenjë, po të shikosh, është një kokë kaprolli. Unë e kam gjetur edhe kam vendosur këtu tani, kam gjetur vendin. Këtu kemi një portret të xhaxhait tim. Këtu është Lautari. Dhe më ka ngasmuar ai momenti kur i u dha UNESCO i jep lahutën Serbisë. Edhe ajo Lautari i Malësisë është i zëmëruar, po të shikosh këtu. është momenti që e kapa. I zëmëruar në mendime. Po, sigurisht. Mund të vendosësh atje lartë. Edhe ajo rrenja. Ajo koka e cjapit, edhe gati naturale, edhe ajo. Pra të fantazia. Pa, sigurisht. Fantazia dhe mëndë vetëm duke i dhenë pak punë. Tu janë ca punë të ndryshme. Portrete, kjo është në një trumë. Edhe ajo është gjetje, dhe më trungulli i punuar dhe lënë. Këtu kemi një punë tjetër. Këto janë si pas kërkesa Aleksandri Makedonisi. E kërkoj njerëz dhe bëjnë. Këtu mund të flasim për ca ornamente si pas... Bëjmë dhe na këto që i kërkoj njerëzin. Duke kërkuar edhe duhet t'i prodhojmë. Mbi 50 vjet duke gdhendur dru, deg pemësh, rrenjë pemësh të cilat i merr, i lë të thahen mirë dhe sa herë që shkon për t'i kontrolluar, mendon se çfarë mund të bëj me to, çfarë forme, fytyre apo simboli mund t'i kthej ato. Pastaj në mosh në rinjin tuaj fillot edhe punë në firë tek siç përpunimi i drurit. Tek përpunimi i drurit me këto punë artistike. Më vonë u hap një repart artistik në tjetër, edhe fillova atje, vajtëm goxha rreth 8 persona që punonim në atë repart, bënim suvenire të ndryshme çfarë kërkonte tregu. Erdhi koha pastaj vitet 90, si gjithë të tjerët edhe unë emigrova në Greqi, punova rreth një vit atje dhe u ktheva. Bleva një magazin këtu, ju përkushtova
gdhendjes, sidomos në ikonografi, në ikonostase që kam punuar këtu rreth 12 ikonostase. Hapa dhe një punishte të mirëfillt që punojnë punime në dru speciale. Punime artistike. Po, për interier, artistike, po edhe për vilat e mira, punëra shumë të mira që punojnë në dru, edhe duke mbështetur pasioni im është tek gdhendja, merrem shumë, sipas kërkesave, edhe kur kam kohën pak si për qefin tim, mund të them, filloj bëj edhe në diçka që kam menduar për ta realizuar, edhe si që edhe këtu janë shumë punime në vite, llogarit që kam punë edhe të viteve 80-82 që kam marrë pjesë në ekspozita në monizëm, edhe fatmirësisht unë një pjesë të tyre i kam ruajtur. Juve thatë që keni bërë 12 ikonostase, që fillojmë që nga zona Shqipërisë së Jugut, sepse jam më të përhapura kryesisht kishat andja, deri në Luzhë dhe në Fier. Po, dhe në Pogradece, në Korçë kam bërë. Me sa di unë, edhe ikonostasi i kishës së Shenjtë Gjergjit është punuar nga ju. Sa ditu merr puna për to ikonostase, sepse flasim për sipërfaqe dhe po, sigurisht ato janë shumë, edhe varet nga metri katror, edhe forma si do ndërtohet ai. Ka ikonostase që kanë vajtur 6 muaj. Ka ikonostase që kanë vajtur 9 muaj. Juve gdhendit i bëni ju, personalisht. Dërsa ndimsat ja vetëm kështu që sillëm këtë material, sillëm haj pak me letër së këtu. Bëjnë ato punët që mund të bëjnë, kurse procedurat dhe skicat e gjitha projektin i bëj vetë, edhe duke pasur edhe djem. Djali i vogël ka mbaruar Akademinë e Arteve për skulpturë, kurse i madhi është këtu që merret kryesisht me mobiljet, me interieret, me shtëpitë. Ziso na tregon për punimet e tij që kanë shkuar kryesisht në shumë qytete e zonat të Shqipërisë së Jugut, e deri në Tiranë dhe më lart drejt veriut, por edhe jashtë kufive, në vendet e rajonit, si dhe në Amerikë, Francë e Gjermani. Po jashtë shtetit, ku ka vajtë punimet tuaja? Po, ç'të them, edhe në Kanada kam vajtur. Nga të huaj. Nga të huaj, po. Në Greqi kanë vajtur, në Amerikë kanë vajtur, Kanada kanë vajtur, në Francë kanë vajtur, Gjermani kanë vajtur. Ai na tregon edhe rastin e një francezi i cili është kthyer 3 herë në 5 vjet. Ai kthehet dhe blen porosi që i ka lënë artistit autodidakt Ziso Musha. Bile një francez më ka rreth 3 herë, që njifte shumë mirë skulpturën, në breza, edhe mbeti shumë i kënaqur. Mund të na tregosh ndonjë histori të veçantë, pikante, qoftë me shqiptar apo të huaj? Që çfarë të kanë thënë për punimet? Po, me këtë kanë krahasuar? Shiko, krahasimet varet nga personi, ca të mbi vlerësojnë. Unë nuk jam me këte që të më mbi vlerësojnë. I këti niveli jam, di të bëj këte shumë mirë, mos flasim për mbi vlerësime, ose edhe krahasimet me figurat të mëdhaja. Ne jemi ata që jemi. Një francez që erdhi këtu, u habit duke ardhur, do të punosh shumë, më tha. Punon pak. Do më thënë, kur këta miqe shokë më thojnë që ti punon shumë, vjen tjetëri nga jashtë e më thotë duhet të punosh më shumë. Ky është krahasimi. Edhe tuaj të tjerë kanë ardhur rastësia. I ka sjell këtu, edhe janë habitur si ka mundësi që kisha një qift nga Belgjika, kanë investuar edhe në Shqipëri. Rastësia i solli edhe i kanë parë punët si ka mundësi në Shqipëri të investojnë këto. Bile më thanë që bashkia investon për ty për të bërë një diçka, ose për të bërë kurse të subvencionoj që fëmijët
nga shkolla të vinë të bëjnë kurse. Pra, zanati të trashëgohet jo vetëm tek pjesëtarët e familjes së tek dy djemët që ke ti, por edhe tek të gjithë të tjerët. Edhe këto janë detyrat e bashkisë që ti bëjnë këto. Që të ofrojnë fëmijët të venë për kurse, mos të kalojnë në kohën e lirë me celulare, me si ka këto. Duke ndjekur mjeshtrin Musha, në çdo hap, ai na tregon ambientet, punët e tij, vendin apo tavolinën ku ai tjetërson drurin, duke marrë ashtu si e ka bërë natyra dhe jep formë e trajt tjetër që ai dëshiron. Keni ndonjë gjë konkretisht në dorë duke punuar që e keni nisur? Tani do hedh, kam në plan, do hedh rreth 2-3 Apoloni. Po. Se janë kërkesa. Pa, janë kërkesa klientësh. Po, edhe tani kjo është magazina. Po. Ku janë makineritë ndryshme që kryen proceset e pa këto nuk është e ditur. Nuk mund të ecësh përpara. Sepse siç e meni drurin për punohet vet, nuk flasim për këto orendit të shtëpiake, dyer dritare, barbaz, këto po flasim për punë artistike. Për shembull, prodhojmë këto orendit e vjetra, sipas kërkesës. Kovat. Po, të ujit që i përdorim më përpara. Për të rrahur qumshin. Po, këtu palarea, si i thoni ju, e kërkojnë. Po, tip sofrash. Po, këtu janë ornamente që i vendosë. Kjo ka të bëjë me tipi ikonostasë që përdoren në kishë? Kjo është ruajtur dhe kam mbajtur nga ikonostasi i parë që kam bërë në Patos. Edhe një fragment e mbajta se është kujtim. Kjo është një torno. Edhe këtu në procese. Kjo është tavolina që unë gdhen. Tavolinë e gdhenjes, veglat e punës. Veglat e punës, të gjitha këto janë dalta. Janë me 10 dalta, të formave nga më të ndryshme, që do gdhen dhe druri. Ky është çekani? Çekani, 2 çekani. Kur lodhet ky, marrim të... Po, ja tani në proces, për shembull kam... Zizo, që të bësh kaq punë bukura, duhet të kesh edhe fantazi. Si çdo artist, ju e përdorni alkoolin? Alkoolin? Shumë pak. Shumë pak. Do me thënë, jo se nuk e përdor alkoolin, në momente kur duhet përdorur, edhe në ambiente ku ndihemi qetë aty tek studio. Duke ma parasysh që artistët kur përdorën pak alkool fillon me vjen frymëzimi, fantazia. Shpërthen, është e vërtetë. Pikërisht për të gjetë të pyeta. Është e vërtetë. Ja tani kam në proces të Apolonisje. Apolonia. Duke ardhur kërkesa dhe shikojnë, shqiptarët kanë mall për vendin e tyre, sidomos kjo e kohë e migracionit i ka bërë që të kenë një punë nga Shqipëria edhe të kujtojnë vendin. Zizo ka një merak, atë të trashëgimit të këtij zanati në brezat e rinj, veçanërisht në një kohë kur emigrimi është si rruga më e shpejtë që zgjedhin të rinjt, duke lënë pas vendin dhe mundësitë që ai jep, qoftë edhe përmes zanateve krijuese si ai i zdrugtarit. Me krenari Ziso na tregon se 2 djemve të tij ju a ka trashëguar zanatin, ndërsa synimi i tij tani janë niprit, të cilëve po u angjall dëshirën për gdhendjen e drurit çdo ditë më shumë. Ishte një kënaqësi që televizioni juaj erdhi këtu edhe mori ca fragmente tek studioja ime, edhe kjo punë, kjo lloj profesioni do kisha dëshirë që të afroheshin edhe fëmijët të rinj, si në fushën e skulpturës, të pikturës, në profesione nga më të ndryshmet, që t'i kthejnë punës edhe të bukurës. Zizo, sa vite vajtët që merreni me këtë punë? Tërë jetën, mund të them, se duke filluar nga gjërat e vogla që 15 vjeç, 12 vjeç, deri tani edhe po vazhdoj. Ku e keni trashëguar këtë zanat? Ku do ja lini? Zanati, fatmirësisht,
në brezin e dytë nuk vete, në përgjithësi si që kam pyetur, po unë fatmirësisht e kam përcjell të brezi, të dy djem. Të dy djem. Po, edhe është kënaqësia ime se tek brezi tretë do vej vetaja. Po, edhe fëmijët tuaj do ja lënë. Niprit po i angazhoj edhe tani. Vinin, shikojnë e lozin me drurin, me gjithçka. Edhe kam bindjen se tek unë ajo do marrin diçka edhe në niprit tuaj nga ju, qoftë edhe nga prindët. Ky ishte mjeshtri duarart Ziso Musha, i cili e merr drurin nga natyra, ashtu si e ka krijuar dhe i jep formë tjetër, ashtu si ai e mendon, ashtu si njerëzit e kërkojnë. Kjo është emblema, domethënë hyrja po një me druri Musha. Po. Këta? Atëherë nuk mirët gjë tjetër veç se të falenderojmë. Ju falenderit koha juve. Juaj e vyrë dhe e punës, gjetët disa minuta që të na tregoni neve, po nëpërmjet nesh edhe gjithë audiencës son, punimet tuaja. Ju falenderit juve që erdhët këtu edhe përcjellni një mesazh për të gjithë shqiptarët që duhet të punojnë shumë, të trashëgojnë të fëmijët, të nipërit, këto profesione të shkëlqyera që po u basin gradualisht, se janë futur makineri të gjera, kurse puna e dorës është mjeshtëri edhe nuk u mbet kurrë, edhe ka vlera të jashtëzakonshme. Faleminderit. Faleminderit juve. Pra ky ishte duararti Arumun Ziso Musha, i cili në 10 vite ka gdhendur mbi 12 ikonostase dhe shumë figura të tjera ku punimet e tij kanë shkuar jo vetëm brenda territorit shqiptar, por dhe jashtë kufive të vendit.